bo klipe nga Jo, të gati, që 5 vjet nashta më zgaboj, 4 vjet, 3 vjet, që e kam nisë me klipa me bo. Masi pak u njihja në publik, masi u shpërndajt e ka mos, atëre 2020, 2019 që qështu, pi atëre janë nisë vetëm me klipa të ilahijave. Ma shumë, ta na kishmi ma shumë thire në për ahengje, në për darsme islame, në për sinetije. Të desha të di, qëfar lloj ahengjësh shkoni ju si ilahist? Vendet ilahia dhe me thonë, ose darsme islame, bëhet pa muzikë. Bëhet me Kur'an edhe me ilahi. Kush don tek don, ama për më bëhet atmosfera pak më e madhe, edhe pak më e lezetshme, bëhet me ilahia. Kurani a qetësim i shpirtit, ai nuk ka fjalë. Po ilahia për me bëhet pak atmosferën pak më shumë, është në darsme islame, sinetije, kështu, në fejes, unë ala se kam bon sefte. Po, me kalimin e kohës... Se përket xhamive, unë kam parë disa video tuat, ku ti e me hoxhallar që... Po, në për xhamia, me të kallëzu drejten, ma shumë ti, kërë bona rrjete sociale, ma shumë për medal, mu ma harun bile do emrin. Ma harun do emrin, të më thonë, Hoxha Efendi, se mu më shifshin për herë me hoxhallar. Edhe mu më thëshin do hoxhallar nuk javlin ti me të thirë Jasin. Jasin e ki emrin e mirë shumë. Dhe me thonë, me këshirë emrin Jasin, dhe me thonë shpirti Kurani. Më thonë Jasin të e ki zani, këti kije. Ama alhamdulillah, si cilën xhami, 20 vjet i kam bon, si cilën xhami shka të shkoj në për Katun, në për Evropë dikon, unë e dhe rënd qele kam. Hala pa hinë xhami, vetë, ose pinjani xhamatliv, nëse nuk më një hoxha, qohet dhe një xhamat, o Hoxha Efendi, ka mundësi Jasinin, ilahistin, ose muezinin, a ka mundësi me bo muezin ose dhe një ilahi, me na i bo pak ma atmosferë. Nuk ka fjallë, kur nuk ka fjallë, nuk bëhet fjallë. Hoxha me më thonë mu jo, nuk banë, s'ka ndodhë unë asë njerë, ama për më respektu, hoxhallar më kanë respektu maksimum. Dhe më thonë e ke marrë për krajën e... Po, maksimum. Është do, jo. Se ta shpekshiri si cili interesin e vetë. Jo pse i ri, jo pse ma shumë po din, jo pse kështu, po e kam kështu drejtimin tem. Vetën e kam... Pra dhe në xhamia ekziston kjo konkurrencë? Po, në xhamia, me të kallëzu drejtën, xhelozia.